Ka 7 muaj që ka përfunduar ndërtimi i objektit të ri të bibliotekës së Suharekës, por ajo vazhdon të funksionojë në hapësirën e vjetër. Objekti i ri, përveç sallave të ndara për hulumtime, nuk ka ndarje të tjera fizike dhe është i pakompletuar me inventar, i cili sipas projekt buxhetit pritet të sigurohet në vitin 2015. Pushteti tashëm komunal i udhëhequr nga LDK-ja akuzon qeverisjen e kaluar të AAK-s për projekt që nuk plotëson asnjë kusht të parapar për një vend ku qytetarët lexojnë libra. Kjo është një objekt që i kishte shërbyer ndoshta një qendër tregtare, më shumë se sa një biblioteke. Nuk ka ndarje fizike mes qytetarit dhe lexuesit dhe nuk i plotëson gjitha kushtet të azon qoftë për një promovim ose qoftë për një diçka paralelisht në rast se dikush është tu studiu dhe dikush don me bëni promovim një libër ose një aktiviteti tjetër ose një ekspozit, do të nuk i plotëson këto kushte. Por objektin e konsideron të përshtatshëm për destinimin e tij Nadire Hoxha nga AAK-ja, nën qeverisjen e së cilës edhe u ndërtua ai. Biblioteka i plotëson gjitha kushtet dhe kriteret ashtu siç ka qenë parapamur në projekt. Askund në Kosovë nuk pa bibliotekë e cila ka ndarje fizike, po kemi pa bibliotekë e cila ka inventarin brenda edhe ku aty studentët kanë mundësi të mësojnë secilin pjesën e vet. E këta nuk janë në gjendje spaku një inventar ta plotësojnë që ka qenë planifikuar në buxhet. Pikërisht, për shkak të inventarit, biblioteka e re nuk do të funksionalizohet deri vitin tjetër. Do presim që vitin e ardhshëm bëhet inventarizimi dhe funksionalizimi i kësaj biblioteke. Përveç Llugaxheut, edhe Tahiri Behluli, menaxheri e bibliotekës, thotë se ky ndërtim nuk i plotëson kushtet për punë. Me atë bibliotekë që është, na nuk jemi të kënaqur se nuk i plotëson kushtet si biblioteka, ajo hapësinë ka të madhe krejt, po ndamja nuk është si duhet atje. Hapësina e mbrëmshme nuk është si duhet të ndamet me atë bibliotekë. Edhe nëse nuk intervenohet me bëni ndamje, me bëni jashtëse dhe prap nuk jemi të kënaqur, prap nuk. Biblioteka e Suharekës aktualisht funksionon brenda një hapësire prej 100 metra shkatror në objektin e komunës, ku ishte vendosur në vitin 2005. Ajo çdo vit ka 1200 lexues dhe rreth 15000 libra. Gazeta Jeta në Kosovë shkroi edhe në korrik të vitit të kaluar për problemet e suharekasve me bibliotekën.